Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në konferencën për shtyp, konferenca zyrtare përpara ndeshjes Gjirës 5 në UEFA Conference League, Shkëndia përballë Slovan Bratislavës nga Slovakia. Trajneri Jeton Beqiri dhe kapiteni Besart Ibrahimi gatshëm për të përgjigjur në pyetjet tuaja. Mendoj se është rasti parafundit i Shkëndisë sa i përket kualifikimit në mes të 24 skuadrave të cilët do vazhdojnë më tej. Unë jam i mendimit që kemi një kundërshtar jashtëzakonisht shumë cilësor që vitin e kaluar ishte edhe në grupet e Ligës Kampionëve, por gjithmonë kur luajmë si vendas, kur luajmë shkup, ne kemi paraqitje pozitive, do me thënë edhe kundër ekipit të Slovanit, unë shpresoj që skuadrat shprehet në mënyrën më të mirë të mundshme dhe jam me besim të lartë se kemi të gjitha parakushtet dhe mundësitë të sigurojmë një rezultat i cili pastaj në ndeshjen e fundit do na jepte komoditet që të mund të plasohemi në mes 24 skuadrave më të mira. Sa i përket tifozëve, normal që ata janë motivi shtesë për ne dhe pres nesër të jetë një numër sa më i madh. Shpresoj edhe ballistët do jenë një numër më i madh se çdo janë lojtarë joni 12 edhe besoj që do na lehtësojnë vim deri aty te fitoria. Se përket grupit futbollistëve, kemi pengesa normalisht si edhe gjithë skuadrat në këtë fazë, për shkak se vjen edhe deri te akumulimi i kartonave apo i dëmtimeve. Për ndeshjen e nesërme nuk do të kemi mundësi të llogarisim në mesfushorin Al Hasan dhe Tambën për shkak të dëmtimit, kurse Al Hasan për shkak të 3 kartonave të verdhë do jetë i penalizuar për këtë ndeshje. Është një edicion historik për ne, siç e thatë edhe ju, por unë mendoj që në 4 ndeshjet e kaluara skuadra ka marrë më pak se sa që ka dhënë fushën e lojës. Konkretisht mendoj që në 2 ndeshjet e fundit, sipas mendimit tim, meritonim diçka më shumë sa i përket pikëve, por futbolli ashtu e ka, në momentet veçanta, do të thënë, jemi me fat, në momentet caktuara mund të penalizojë edhe fati, por e rëndësishme është që jemi akoma në lojë për kualifikim, e rëndësishme është që Shkëndia edhe në mesin e dhjetorit luan kupat evropiane. Kjo është shumë e rëndësishme dhe ne duhet të bëjmë çmos që të marrim rezultate sa më të mira të mundshme në këto 2 ndeshje që na kanë ngelur. Normal që jemi të kënaqur të gjithë, ne shkruajmë këtë vit shkruajmë histori, por ne nuk duhet ndalemi këtu, duhet nesër ta japim maksimumin edhe ta fitojmë ndeshjen edhe pse mos me u kualifikuar në rand tjetër. Është shumë e pazakontë për shkak se viteve tjera futbollistët mezi prisnin ndeshjen e fundit dhe të kalojnë në pushimin e merituar, kurse këtë vit ne do na duhet, domethënë, edhe disa ditë shtesë që të luajmë edhe këto 2 ndeshje që janë shumë të rëndësishme si për klubin, si për ne, si për futbollistët, si për gjithë opinionin apo edhe tifozët. Por unë personalisht në emrin tim do kisha dëshiruar që Shkëndia çdo vit kishte këtë eksperiencë edhe vitet e ardhshme dhe besoj që nëse kjo eksperiencë e njëjtë do përsëritet edhe vitet e ardhshme, atëherë besoj që me kalimin e kohës Shkëndia dhe gjithë ata të cilët do të jenë me ekipin do ngrisin nivelin edhe do të jetë diçka e zakontë. Tani diçka që është e pazakontë besoj që shpresoj dhe i dëshiroj të Shkëndisë të bëhet diçka e zakonshme në vitet e ardhshme. Normal ndikon kjo, ku këtë ekipet tjera janë në pushim, ne kemi loja në Europë, por na jep fuqi kur e dim rëndësinë e kësaj loje. Unë me këtë fitore mundemi të kualifikohemi në raundin tjetër, kështu që ne jemi të gatshëm, jemi të motivuar, do japim maksimumin edhe shpresoj që 2 ndeshjet e fundit s'ka qenë fati në anën tonë, besoj që ata do na kthejnë edhe me pak fat edhe ta fitojmë këtë ndeshje. Ju falenderoj gjithëve që ishin në këtë konferencë për shtyp. Kujtoj që Shkëndia Slovan Bratislava luhet të njëjtën nesër me fillim në orën 18:45 këtu në arenën Todor Proicki në Shkup.